Së bashku me djemtë e tij të mitur, një shtetas kosovar akuzohet se ka vjedhur makineri ndërtimi dhe materiale me vlerë mbi 280.000 franga nga disa lokacione në Aargau të Zvicrës. Sot i akuzuari për vjedhje duhet të paraqitet para gjykatës në Lensburg. Të dëmtuar nga grabitet janë mbi 60 individ dhe kompani private, përfshirë Seli Austechnik nga Lensburgu. Mikael Fercher, menaxheri i ndërtimit të kompanisë në fjalë, thot për mediat zviceriane se fillimisht ishte i tronditur e më pas kontrolloi humbjen dhe më në fund kuptoi se nuk mund të vazhdonte punën pa makinerit. Një tjetër krim për të cilin akuzohet autori ka të bëjë me vjedhjen e biçikletave elektronike në vitin 2020, të cilën mësohet se e ka kryer së bashku me djemtë e tij të mitur. Gjatë marrjes në pyetje, shtetasi kosovar ka shfrytëzuar të drejtën e tij dhe nuk ka komentuar akuzat. Mirë po ai ka theksuar se nuk do të donte që të dëbohej nga Zvicra, sepse jeta e tij ishte ndërtuar aty. Ai do të dëshironte të qëndronte dhe të punonte në Zvicër. Prokuroria ndërkohë kërkon 12 vjet dëbim nga Zvicra dhe 7 vite burg për shtetasin nga Kosova. Avokati i mbrojtës nga ana tjetër kërkon shpalljen e pafajësisë për shkak se nuk ka prova kundër klientit të tij, por akt gjykimi nuk ka dalë ende.